Kryeministri Edi Rama ka rikthyer komunikimet e drejtë për drejta me qytetarët në rrjetet sociale përmes rubrikës Sy më sy, e cila u lançua fillimisht gjatë fushatës për zgjedhjet vendore të 11 majit. Rama komentoi zhvillimet e fundit duke u ndalur te negociatat me Bashkimin Evropian, ku theksoi se i qëllimi mbetet hapja e të gjithë kapitujve brenda një afati të arsyeshëm. Kryeministri konfirmoi se ka nisur puna për organizimin e samitit të NATO-s në Tiranë, një ngjarje që kërkon përgatitje shumë vjeçare. Në ndërkohë kemi filluar punën për samitin e NATO-s. Në dukje ka kohë, por në fakt kjo është mënyra se si punohet për samitet e NATO-s. Fillon puna 2 vjet përpara dhe faktikisht pasi ka ardhur grupi i inspektimit nga qendra e NATO-s në Bruxelles për të parë të gjitha opsionet dhe për të inventarizuar të gjitha kushtet dhe mundësitë e infrastrukturës, mikpritjes, logjistikës e kështu me radhë. Topi është në fushën tonë për të shkuar përsëri në qendër me një master plan të përgjithshëm të organizimit. Duke u ndalur te samiti i Komunitetit Politik Evropian i mbajtur së fundmi në kryeqytet, Rama e cilësoi atë si një sukses të jashtëzakonshëm, jo ona e të cilit vazhdon ende në korridoret e politikës europiane.